Përshëndetje toksore, ja ku jeni live kësa radhe ndryshe nga herët e tjera, për herë të parë nga Parlamenti Evropian në Bruxelles. Ta heqim mirë muzikën, se sa duhet dëgjuar më mirë. Ju kujtoj të gjithëve, jemi live sonte nga Parlamenti Evropian, zonë e lirë, tashmë antare e Parlamentit e Bashkimit Evropian, për Shqipërinë nuk e dim akoma. Zoti Beleri, mi mbrëma, kënaqësi që ju kam në studio. Sigurisht e falenderoj zotin Beleri që na ndihmoi e mundsoi këtë emision. Zonë e Lirë ka ardhur këtu me një pjesë reduktuar të stafit. Ledio kryesisht do jetë mbrapa kamerave tona. Ndërkohë, sigurisht që në këtë emision sonte, nuk e di a dëgjoni apo jemi komplet në ambientet rreth e rrotull, ka njerëz që ecin, ja shikoni, që ecin në korridorët e Parlamentit Evropian. Jam me Flogert Muçën, gazetar, ekspert komunikimi, lexo.al, me Marsit Gupin, avokat penalist dhe pedagog tek Barleti, dhe me Sebastian Zonjën, gazetar plus në MSN-TV. Me zotin Beleri, sonte do të jemi rreth 6 minuta, ndoshta edhe më shumë, ku do të trajtojmë aktualitetin politik, jo vetëm në Shqipëri, por dhe më gjerë se kaq, dhe në kam darë në 3 pjesë. Do e fillojmë me Sebastianin, i cili do flasim me Belerin për marrëdhëniet, se thuash për gjeopolitikën europiane, Bruxelles, Tiranë, etj, antarësimi e gjitha këto. Pastaj do vazhdoj zoti Gupi, Marsit Gupi, me pjesën e SPAK-ut, sepse Marsiti është jurist, pjesën e SPAK-ut drejtësisë, sigurisht nën fokusin e politikës, nën fokusin e marrëdhënieve Tiranë-Bruxelles, integrimit, dhe do e mbyllim me Flogert Muçën, i cili do flasi pasaj për problemet e brendshme në Shqipëri dhe për marrëdhëniet Tirana-Athinë, duke u nisur nga vizita e fundit e zotit Rama në Athinë me zotin Miçotakis, takimi që është bërë dhe gazi i lëngshëm, i famshëm, për ta shpjeguar pak këtë histori. Mendoj se hyrja është kjo, jemi live, ju falenderoj jashtëmase që jeni me ne direkt nga studiot e Parlamentit Evropian në Bruxelles. Pa humbur kohë, para se ja fjalën Sebastianit Fredi, jemi kurios të tre ne, po dhe ata që na shohin, të dim, ka kaluar më shumë se një vit e gjysmë që jeni eurodeputet. Herën e fundit prap ju pash, tani në takimin e gjithmonë jeni prezent në sa herë që ka probleme ose takime Shqipëri, Tirana, Athinë, ju jeni në studio televizionit. Unë nuk ju ftova se e dija që do vinim këtu dhe thash ta bëjmë direkt live nga Bruxelli. Ndjesia e parë, Beleri, edhe kësa radhe nuk arritë dot që të shmagnit sulmet e forta që erdhen nga protagonistë të ndryshëm mediatik në Shqipëri. A mund të më thoni si e përjetoni këto sulme, zoti Beleri? Unë nuk do të përmend emra se nuk ja vlen të bëjmë reklam nga Parlamenti Evropian këtu ku jemi, po doja një ndjesim tuaj të përgjithshme. Sulme personale, po flas. Unë duhet të falenderoj Arian që erdhe sot. Është kënaqësia ime. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e tu. Unë besoj se jeni një emision që ja vlen për ta parë shqiptarët. E di se si gjugla mediatike në Shqipëri e ndjek. Është dhe ky një problem. Kur flasim për bend, për rregullat, për lirinë e shtipit, se si funksionojnë media, është një nga kushtet, është e 4 kapitujt kryesor. Dhe për mua të mos kesh politik të mirë, ndodh. Të mos kesh as politik, as media, as shoqëri civile, është një tragjedi. Dhe besoj se gjendemi në këtë fazë në Shqipëri, ku mediat përdoren në shërbim ose të interesave ekonomike ose të politikës. Dhe kur themi politik, themi për një politik, një ranë, përveç një kanali që është identifikuar, gjithë mediat e tjera janë afër qeverisë dhe të gjitha bëjnë propagandën qeveritare. Kjo nuk ndihmon demokracinë, nuk ndihmon por të qenë korekt, ne që emisioni transmetohet në MSN, duhet thënë që MSN-ja gjithsesi është televizion korrekt që nuk ka, po ta vini re, nuk ka non as nga njëra para as nga tjetra, bën opozitën e të gjithëve. Kjo është dukur. Kanali MSN është një kanal i cili mundohet. Serios, po. Mundohet të rinë në mes. E vështirë është të rinë në mes. Audiencia. Po, për drejtori MCN-s Endri Meksi është kërcënuar herë e dytë, sa ndikon kjo tek vlerat e Bashkimit Evropian dhe tek mbyllja e kapitujve të Bashkimit Evropian?
sigurisht që kërcënimi i zotit Mekshi në raportet e ardhshme qoftë të Këshillit të Evropës, qoftë të Parlamentit Evropian do përfaqësohet. Dhe çdo përfaqësim e këtyre gjesteve në raporte janë hapa mbrapa dhe jo hapa përpara. A e beson Shqipërinë 2030 në BE? Tani duhet të flas si magjistar. Sot koha politike muaj për muaj ndryshon. Do të thënë shpejtësitë Është dinamike, po. është dinamik. Shpejtësitë që evoluon teknologjia, shpejtësia që kanë ngjarjet politike nuk mund të jetë njëri sigurisht të thotë çfarë do bëhet 2030. Beleri Do voton ketë pro Evropë, apo do kundër ketë hyrjes Trump. së Shqipërisë në BE? Fal. Beleri voton pro apo kundër hyrjes së Shqipërisë në BE? Beleri jo vetëm që voton pro, po është një nga njerëzit që besojnë që Shqipëria ka vetëm një opsion, nuk ka dy, BE-n. Zërat që dëgjojnë që politika shqiptare mund të bëjë dhe jashtë BE-s. Besoj se janë njerëz që nuk dinë realitetin e sotëm geopolitik, nuk dinë çfarë xhungle, çfarë ndodh jashtë. BE-ja ka problemet e veta, të gjithë ju i dini, po jashtë BE-s është shumë më keq se sa brenda. Unë kam jetuar gjysmën e jetës time në një shtet të BE-s dhe gjysmën e jetës time në një shtet jashtë BE-s. Edhe mund të krahasoj. Që të kuptojnë teleshikuesit tuaj, do të them një gjë. Britania e Madhe, që është një shtet shumë serioz, ka filluar dhe negocione me BE-n nëpërmjet ndryshimit të legjislacionit për të rikthyer në disa marrëveshje. Tani po përdor dhe sa një nga gazeta më të mëdha kishte shkruar para një jave që do përdorin një ligj të 1550 për të anashkaluar referendumin që nxori jashtë BE-s. Pra ka mundësi Shqipëria, një vend kaq i vogël në mes të Ballkanit, në një vend strategjik, ku gjysmët e qytetarëve janë në BE, të jetë jashtë BE-s. Dhe me këtë të jetë jashtë BE-s me kë. Zoti Beleri, flasim për Shqipërinë gjithnjë, por një pyetje edhe për Kosovën. Sa është mundësia e Kosovës për të bërë pjesë e BE-s së shpejti? Ballkani Perëndimor, nga një pjesë e shteteve anëtare të BE-s, konsiderohet si një gjë përbashkët dhe janë më shumë se gjysma e shteteve që do donin që gjithë Ballkani Perëndimor të futej i gjithë bashkë. Nuk mund të ndodhi kjo. Mali Zi dhe më pas Shqipëria janë dy shtetet që kanë shanset më të mëdha dhe janë më afër BE-s, sa i përket reformave dhe sa i përket edhe gjeostrategjisë. Dy shtetet e mesdheut që nuk janë në BE, është Mali Zi dhe Shqipëria. Dhe gjithë lufta bëhet për detet, për hapësirat. Luftra për detet, për hapësirat, çështje gjeostrategjike, krizë e Bashkimit Evropian, konkurrencë me Kina apo me Amerikën, këto janë gjitha çështje që i zgjidh vetë Evropa. Por për të ndalur pak tek ekstremi i djathtë që fuqizohet nga dita në ditë brenda Bashkimit Evropian. E vë theksin tek feja dhe tek disa çështje të cilat, si thua, kanë qenë të fjetura më herët, etnia, feja dhe çështje të ndryshme që duket sikur i kishim tejkaluar. Sa vlen teza që thon shpesh herë shqiptarët janë në shumicë muslimane, ndaj ne nuk i pranojmë kurrë në Bashkimin Evropian? Nuk besoj se ka njëri në BE që e ka thënë këtë ka qapo. Dhe unë besoj që shqiptarët, çdo lloj feje që të kenë, nuk ka radikalizëm, nuk ka fanatik, nga të mirat e Shqipërisë është që nga ana kulturore është BE, është Evropë. Dhe nga ana geografike është Evropë. Besoj se nuk ka fundamentalizëm fetar në Shqipëri dhe nuk janë serioz ata që thonë që nuk do jetë kriteri ai në fund të ditës në qoftë se është me shumicë muslimane apo jo. Duhet të dini që Evropa, suksesi i Evropës është pikërisht që armiqtë e luftës së dytë botërore tani janë nga njëjta anë e historisë. Shqipëria ka qenë me fituesit e luftës së dytë botërore dhe duhet të jetë në këtë tavolinë. Unë besoj që shansi i madh i Shqipërisë o e humbi shansin e madh Shqipëria 2004 të zgjerimi i madh. A mund të bëhemi pjesë e BE-s pa të drejtë vetoje? Është shumë vështirë sepse ka shumë shtete, kryesisht shtete të mëdha që duhen të heqin veto dhe të heqin jo vetëm për vendimin të kryesore, po edhe për çështje dytësore. Domethënë gjatë procesit të integrimit të një shteti ka rreth 68 veto. Ka shtete që duan të heqin këto 68 veto që procesi të vejë shpejt, edhe vendosi Parlamenti Evropian, po edhe Këshilli, që nuk mund të hiqet veto. Pra nuk mund të o do futen me të drejta të plota,
po nuk do këtë zgjerim. Zgjerim me marrëdhënie të posaçme, u mundohet të bëj Turqia dhe i ka hapur kapitujt para 20 viteve dhe kemi ngelur atje. E kuptoj. Bashkimi Evropian ka norma, ka shtetin e së drejtës dhe çdo shtet i ri që duhet të futet, duhet të respektojë këto parime. Nuk mund të gënjesh, nuk mund të anashkalosh. Cilat janë mosmarrveshjet që kemi aktualisht ne me Greqinë dhe a mund vej Greqia veto? Greqia, kur unë isha në burg, nuk vuri veto, kërcënoi për veto dhe tha partnerëve të vetë, në qoftë se mos hidhni hapjen e kapitujve të Shqipërisë, derisa kemi një shkelje kaq flagrante të shtetit së drejtës në Shqipëri, ne nuk do ja provojmë. Dhe nuk erdhi fare për diskutim çelja e kapitujve të Shqipërisë 2024 në janar të 2024, pasi unë kisha dalë nga burgu dhe ishte gjetur një zgjidhje çështjes time. Tetorin e 2024, Greqia bashkë me shtetet e tjera dha të lejoj Shqipërinë të hapin kapitull. Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetëse, se ka është një nga politikat bazë e Greqisë në Ballkanin Perëndimor është që Ballkani Perëndimor të emigrojë drejt BE-s. Kapat e para Ballkani Perëndimor i ka bërë në samitin e Salonikut 2003. Shqipëria statusin e vendit kandidat e mori 2014 që kishte Greqia presidencën, edhe është një synim shtetit shqiptar që 2027 kur Greqia të ketë presidencën të mbyll të gjithë kapitujt. Gjellet për të parë. Unë kam një pyetje, më falë sebi, do ta lë prap fjalën, kam një pyetje zoti Beleri. Dakor, këtë pjesë e kuptuam, është një anë e medaljes. Jam shumë kurioz të kuptoj pse Afina zyrtare është shprehur gjithmonë pro hyrjes Shqipërisë në BE. Unë do të kuptoj cili është interesi. Pse Greqia ka interes që Shqipëria të jetë pjesë e BE-s. Dhe aq më tepër kur dihen marrëdhëniet e forta të Shqipërisë, të Tiranës me Ankaran. Cila është, se thuash, Ftinjin, nuk e zgjedh. ta vë zoti atje nuk e zgjedh. Luksemburgu ka ftinj. Luksemburgu, po Ka tamam. ftinj Brukselin, ka Francën. Belgjikën, po? Belgjikën, Francën. Kurse Greqia ka Bullgarinë, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Jugosllavinë. Pra, sa më i lumtur të jetë rajoni, aq më mirë do vënë gjëra dhe për shtetin grek. Greqia është shteti i parë që ka integruar në BE dhe shtetet e reja që do futë janë hapësirat e reja për marrëdhënie me dy njerëzve, për tregti, për një zhvillim. Marrëdhënia Shqipëri-BE në 30 vitet e fundit ka qenë ti fol, unë bëj sikur. Pra BE-ja fliste, ne bënim sikur. Dy pyetje në këtë kënd. A i di Bashkimi Evropian çfarë ndodh në Shqipëri? Nivelin e korrupsionit, nivelin e kapjes shtetit, nivelin e demokracisë, nivelin e lirisë medias, kërcënimin ndaj medias, morëm rastin e Endri Meksit, drejtorit MCN-s që në fillim, dhe shumë raste tjera që janë raste flagrante. Dhe pikërisht brenda kësaj a i di Bashkimi Evropian cilat janë mekanizmat që mund të përdorë Bashkimi Evropian për t'i bërë presion vendeve si Shqipëria që nuk duan t'i bëjnë reformat e duhura. Po të lexoni me vëmendje raportet e BE-s, do shikoni se të gjitha këto që ju thoni atje përshkruhen, po të zbukuruara, po të gjitha në mënyrë kaq të pastër dhe kush do t'i lexoj, i lexon. Po të dëgjoj zyrtarë të flasin në mënyrë individuale, kanë informacion po aq të mirë sa keni dhe ju që merreni gjithë ditën me Shqipërinë. Problemi është që ka dy kategori në BE, deri para pak muash, para vit të ri, ishte dy kategori shtetesh. Ishte kategoria shteteve që thoshin ta fushin Shqipërinë brenda si të jetë interesi jonë është më i madh dhe të rregullohet brenda BE-s. Ishin dhe shtete skeptike që thoshin jo, bëj reforma dhe ta fushim si një shtet normal. Tani që flasim nuk jemi tek kjo fazë, të gjitha shtetet janë shumë skeptike pas raporteve mbas zgjedhjeve të fundit në Shqipëri dhe pas ndrimeve të Spaku në dhjetorin e vitit të kaluar. Pra, skeptikët në Evropë janë shtuar për dy arsye. E para punës e gjëra në Shqipëri vjen çdo ditë edhe më keq, në të gjitha fushat.
respektimi shtetit së drejtës, të liria e shtypit, të konkurenca, të mënyra se si trajtojnë pronat e qytetarëve shqiptar. Të gjitha këto duhet të dini që BE-ja ka si dhe i shikon, dhe jo vetëm BE-ja. Problemi dhe bizeta që bëhet është t'i mbajmë afër apo t'u ambyllim njëre mirë portën. Do jetë më keq akoma. Pra, Shqipëria ka një pjesë të Bashkimit Evropian që thotë ne bëjmë si kur i duam, ka edhe një pjesë të skemës politike shqiptare që thotë edhe ne duam, po në fund nuk duam. E sheh në fund të mandatit të tij kryeministrin Edi Rama një zyrtar të lartë evropian? Kur do jetë fundi i mandatit? Po ndoshta në 2029, ndoshta në 2034, ndoshta më herët. Një zyrtar i lartë, një komisioner i lartë evropian, një... Tani do mund të flas me një garanci absolute, nuk ka asnjë shans që zoti Edi Rama të marrë në BE asnjë post, as në NATO, sepse e përfolura është kjo historia me gruan e Gjezarit që duhet jo vetëm të jetë e virgjë, po edhe të duket. Gruaja e kujt? Gruaja e Cezarit. Gruaja e Cezarit, në fakt. Pra, dhe zoti Edi Rama është përfolur, qoftë edhe nga politikanët shqiptar, po jo vetëm nga mediat, është përfolur dhe janë adresuar ndaj tij çështje të cilat nuk kanë vënë në BE. Dhe kjo gjë, edhe sikur të mos jenë të vërteta, që mund të mos jenë të vërteta, mjafton që të mos marrë kur një post në BE. Shqipëria ka shkuar me njëherë krah SBA-ve dhe Izraelit për luftën në Iran, me njëherë krah SBA-ve dhe Izraelit për luftën në Gaza, me njëherë nuk kemi reagime sa i përket ngjarjeve të ndryshme që Evropa po marrë qëndrime shumë të forta sa i përket lindjes mesme, për ngushticën e Hormuzit, çështjet energjetike, por kemi linjëzim, po themi deri diku për çështjen e Ukrainës, pushtimin që Rusia i ka bërë Ukrainës. Si e sheh këtë marrëdhënie në bordin e paqes, trupa ndërkombëtare të hapur ndaj SBA-ve për çdo lloj gjëje, por BE-ja ka një qëndrim, le të themi, por ruan interesat e veta. Ka një dyzim në këtë mes, është Rama shumë pro-amerikan dhe ka probleme në Evropë me këtë qëndrim? Qëndrimet e Ramës kohët e fundit tregojnë që është pro-Rama. Nuk e dini që është pro-Amerikës apo pro-BE-s. Dua të them një batutë të vogël. Ishte për të kaluar lumin një elefant. Edhe një mushkonjë. I thot mushkonja, i thot elefanti hip në shpatullat e mia të kalojmë urën. I thot mushkonja jo, nuk hipi. Ora hipi, tha. Hipën mushkonja, kalojnë urën, thyet ura, bën në lum. I tha mushkonja elefantit, të thash që ura nuk na ngre të dy. Shumë e bukur. Shqipëria ka dikon në gjë strategjinë. Sa një mushkonjë? Sigurisht, po duhet theksuar që Shqipëria ka qenë anë e durë të historisë dhe ka ndihmuar zotin Rama. Mbështetja që ka bërë... Se ne themi pa ne, Ballkani nuk ka jetë, ne jemi qendër e rëndësishme gravitacionale, geostrategjike, kalon gazi LNG, është çështje energjetike për të furnizuar Italia. Të gjitha shtetet thonë për veten e tyre, po tani ju e dini ç'a votuam javën e kaluar në Strasburg, ç'a votoi BE-ja. Ju mund ta dini se jeni gazetar, por 99% të shtetësve evropian as që interesojnë fare. Na i thonë, na i thuaj, Fredi. Pra, një çështje është që zihet për një shkëmb Lituania me Estoninë. Ashtu nuk pyet njëri kush ka të Për drejtë. një shkëmb Lituania me Estoninë. Apo Letonia? Letonia me Estoninë. Dhe ne votuam se kujt i përket ai shkëmbi. Po? E Është votuat mes ju? të det. Në det. Asnjëri nuk intereson ç'a thotë drejta, se cili shtet shikon interesat e veta dhe si e shikon shkëmbin e shteti që ka bazuar interesat e vet. Pra në geopolitikë dhe në marrëdhëniet e jashtme, sidomos kohët e fundit, e drejta ndërkombëtare është ajo që ka ikur dhe fuqia e forcës dhe ajo që mund të vësh në tavolinë luan rolin kryesor. Që Shqipëria është në anë e durë të historisë, po si konkretisht mund të ndihmojë. Futen në NATO si kontribut. E këtu flasim për ka ca vende strategjike që janë portet, po ajo privatëve. Industri ushtarake nuk ka fare, pra duhet ta masim veten me fuqitë që kemi dhe të vemi në BE me këto që kemi, që nuk janë pak. Ju thash, është toleranca fetare, vendi gjeografik, bishmat e shqiptarëve janë shtetës evropian. Këto janë
prioritetet që duhet të bazohemi për të avancuar në B, edhe qëndrimi i Shqipërisë në sferën ndërkombëtare ndikon fare pak. Faleminderit Sebastian. Para se të vazhdojmë emisionin, tani pjesën tjetër e emisionit, pjesën e dytë me Marsit Gupin, që sigurisht do orientohet me zotin Beleri, do orientohen më shumë tani, sepse duhet kujtojmë që Gupi është avokat penalist. Dhe pedagog të marim. Dhe pedagog e tham. Është sigurisht duke qenë jurist dhe avokat, e njeh më çështjet e drejtësisë se sa ne të tjerët. Kështu që unë them, bëjmë një xhiro të vogël dhe rikthehemi direkt tek pyetjet e Marsit Gupit për Fredi Belerin. Atëherë me mbrëma të gjithëve, ja ku jemi rikthyer sërish në këtë emision live nga Brukseli, zonja Zotrin, për qefin ton. Kemi ardhur në një nga studiot e Parlamentit Evropian, për herë të parë në Shqipëri duhet të thënë një emision shqiptar instalohet në një studio të Parlamentit Evropian. Kjo do thotë që Zona e Lirë është futur, u fut tashmë në Bashkimin Evropian, për Shqipërinë ende nuk e dim. Jam në studio por ju krutoj me Fredi Belerin, eurodeputet grek dhe gjithashtu shtetas shqiptar, i njohur tashmë për gjithë ju, i dashuruar, por dhe shumë dhe e shani, diskutohet. Flogert Muça, Lexo.le, ekspert komunikimi, gazetar. Sebastian Zonja, që ishte pjesën e parë me Beleri, me pyetjet e tij gjeopolitike, dhe tani ndërkohë me Marsit Gupin, që do filloj me pyetjet lidhur me drejtësinë me zotin Beleri. Gupi, të lutem, orientohe bisedën që të ketë gjithsesi një lidhje organike midis Fredi Belerit, eurodeputet në Bruksel dhe në Strasburg nuk ka rëndësi, dhe raporti i Shqipërisë me Brukselin përsa i përket drejtësisë. Dakor. Spagut e gjitha reformat e të gjitha këto. Zoti Beleri. Po duke pyetur edhe për çështje konkrete, ë? Dakor, zoti Beleri, unë do ta filloj duke cituar një nga filozofët më të mëdhenj të antikitetit grek, Aristotelin, i cili në lloj forme është dhe babai i perëndimit, racionalitetit dhe i kësaj ku jemi sot, sepse janë teoritë e tij dhe tezat e tij ato që kanë mundsuar që të kemi Bashkimin Evropian dhe të gjithë politikën barbotërore. Dhe fjala Evropë duhet thënë që është fjalë që që vjen nga greqisht. Që vjen nga greqisht, Evropi. Ka thënë që drejtësi do thotë kur secili merr atë që i takon. Duke pasur parasysh rastin tuaj personal dhe problemin që ju keni pasur dhe padrejtësinë që është bërë në mënyrën arrestimit tuaj flagrant të çështjes, Rama në atë kohë deklaronte dhe thoshte që është e legjitimuar masa arreste dhe procesi sepse është kapur flagrant. Ndërkohë për të gjithë korruptuarit, siç është zonja Belinda Balluku, aktualisht Melinda Karcanaj e të tjerë me radhë, çështja e Akshit e famshme dhe madhe, thotë që këta prezumohen të pafajshëm dhe nuk i legjitimon masat që kërkon spakun ndaj tyre. Tani duke pasur parasysh shpejnë Aristotelit, si ndjeni ju? A e ka marrë secili atë që i takon dhe a e ndëshkon kjo lloj forme veprimi me dy standarde Shqipërinë në procesin e saj në integrimin në Bashkimin Evropian? Dhe për ta shtuar të Marsiti, kur thot të vërtetën Rama, atëre në rastin tënd, apo thot të vërtetën tani në rastin e Erion Veliaj dhe gjithë cili është kriteri vërtet? Tjerë? Zoti Rama me drejtësi nuk takohen asnjëherë, as atëre as tani. As atëre kishte të drejtën të komentonte vendimet e drejtësisë. Janë dy drejta paralele. Po, as atëre nuk kishte drejtë të komentonte duke thënë që nuk ka për të dalë Beleri. E mbani mend që dilte 2-3 ditë para gjyqjeve. Po. Dhe komentonte dhe parashikonte vendimin e gjyqtarëve, pra ishte një ndikim i paligjshëm. Edhe tani që në vesh të shumë njerëzve në Evropë dëgjohet që thotë diçka normale, prezumim pafajësisë, edhe fakti që në Shqipëri 60% janë të paraburgosur është një histori të meri, nuk është Evropë. Po këtë sisteme kanë ndërtuar zoti Rama. Deri para 3-4 muajsh, krenohesh, që nuk janë Amerikanët pas reformën, por reformën e bëri Partia Socialiste dhe unë. Po, vërtet është. Këtë ka thënë. Edhe unë besoj që ka thënë se prandaj ka dhe ka drejtësia se ka bërë zoti Rama. Madje ka thënë shpejtën e standardit, nocrokun. Amerikanët bën nocrokun thoshte. Po, ka thënë këtë po. Kur rit një luan, duhet të kesh parasysh që luani në fund mund të ai dhe Zotin. Të Zotin. E tani kemi arritur që luani ka shumë afër të Zotit. Qartë. Pra u them që zoti Rama në të dyja rastet bën shumë gabim që komenton vendimet e drejtësisë. Edhe kur politika komenton vendimet e drejtësisë, ka vetëm një qëllim që të ndikojë mbi drejtësinë, edhe kemi një nga problemet kryesore të demokracisë, që është mos ndarja e pushteteve. Balanca midis pushtetit ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor
Dhe ti thua që standardi Ramës, duke komentuar vendimet dhe duke parë prej atyre, dëmton këto ekuilibri. Sigurisht. Dhe kjo ndikon edhe në procesin e Bashkimit Evropian. Ndikon, sigurisht që ndikon. Po nga ana tjetër ka dhe një problem të madh opozita shqiptare. Të gjithë ju e dini, keni theksuar se u ndjek. Të gjithë ka shumë analistë në Shqipëri që thonë për problemet e SPAK-ut, po nga ana tjetër nuk mund të kesh një shtet pa drejtësi. Dhe problemi i opozitës është që në rregull prokuroria posaçme, gjykata posaçme janë ndërtuar në mënyrë të parregull, nuk më funksionojnë, po duhet të kenë një alternativë për popullin. Domethënë nuk mund të ngjelet Shqipëria pa drejtësi. Dhe alternativa nuk është jo vetëm për popullin, por edhe për të huajt. Prandaj nuk ka shumë vesh të dëgjojnë opozitën, sepse nuk ka alternativë konkrete se si duhet të vej çështja gjyqësore në Shqipëri. Pra, kur filloi opozita të artikuloj zgjidhjen e problemit, opozita ngelet deri tani duke thënë gjëra të vërteta, duke kritikuar drejtësinë. Për të marrë vetëbesimin e popullit, duhet paraqes alternativë. Dhe ky është problemi i sistemit sot në Shqipëri. E qartë, zoti Beleri, duke pasur parasysh rastin e ish-zëvendës kryeministres dhe ministres të infrastrukturës dhe ekonomisë zonjës Belinda Balluku, ku në rastin e heqjes së imunitetit të saj, pati një zhurmë nga të gjitha ambasadat e Bashkimit Evropian, do të theksoj këtu ambasadën e Gjermanisë, shtetit Gjerman, ambasadën italiane dhe një sërë ambasadash tjera dhe heshtjen e ambasadës amerikane. Duke pasur parasysh integrimin në Bashkimin Evropian, mendoni që Ramës i intereson më shumë heshtja e ambasadës amerikane se sa zhurma që shkaktojnë ambasadat e vendeve evropiane? Unë duhet të them që sigurisht që Amerika është një vend shumë i rëndësishëm për geopolitikën në rajon. Marrëdhëniet e shtetit shqiptar me Amerikën kanë qenë të mëdha. I ka dhe borxhe, ndoshta Amerikës mund të ketë borxhe Shqipëria më shumë se sa i ka BE-s, por për çështje konkrete për integrimin e Shqipërisë në BE, zoti Rama nuk bën mirë që anashkalon BE-n. Gjermania është një lokomotiv që e kthen timonin vështirë. Po e ktheu, është po kaq vështirë, ta ndryshoj kursin prapë. Nuk është biçikletë. Politika amerikane nganjëherë është e biçikletë, e kthen më njëherë. Shumë bukur. Dhe sigurisht me zotin Trump, këto gjërat janë sot e ke mik, nesër e ke armik të betuar. Shikoni se çfarë po ndodh. Rasti Melonit ishte flagrant. Rasti Melonit, rasti Merç, dje. Rasti i kancelarit Merç. Nëse po me Melonit bënte ai ka forme superlativa. Jo më caktuar kur kjo doli që sa një gjë që si pëlqeu, tha më zgënjeu Meloni iku paf. Mbaroi. Them që vendi i Shqipërisë është BE-ja. Afër Gjermanisë, afër shteteve kryesore, Macronit, Francës, Gjermanisë. Pra nuk ka rëndësi parimi i forcës, se kush është shteti më i fortë, po kush është shteti më i afërt, sepse me ata do bashkëtosh. Rrimë drejtësia Marsit. Dakor. Futim pak në çështje të drejtësisë të SPAK-ut. Një nga çështjet që ka më rëndësi aktualisht është që zoti Rama ka marrë përsipër dhe ka bërë disa deklarata ku pretendonte që zonja Karçanaj, zonja Balluku, disa funksionarë lashtë Aksi, nuk kanë thoshte as pasuritë paluajshme, nuk kanë as llogari bankare, jetojnë me qira dhe doli krejt e kundërta. Dhe madje për këtë nuk kanë mbajtur fare as përgjegjësi. Për deklarata treme ose kallëzim treme, që është edhe një neni saksion penal. Si e shikoni fatin e këtyre bashkëpunëtorëve të Ramës? Pra do i lëshoj drejtësisë këta bashkëpunëtorë përfshirë zonjën Balluku sepse do i duhet kurbani radhës për të bërë pjesë e integrimit evropian, apo mendoni që do interesojnë marrëveshjet ekonomike siç është rasti me marrëveshjen e gazit të lëndshëm, në të cilat do përfitojë ekonomikisht dhe do mbaj klikën e vet në pushtet. Pra kur të përplasen këto dy lloj interesave, do prevaloj drejtësia apo interesi? Paraja. Unë jam i sigurt që në fund të ditës do prevaloj drejtësia, nuk e di kur do jetë kjo. Zoti Rama as ka fuqinë të mbroj raste kaq flagrante, as besoj se në fund të ditës mund të sakrifikoj shumë gjëra për të mbrojtur këto interese. Është e qartë që 13 vjet që është në pushtet, nëpërmjet bashkëpunimit me interese ekonomike edhe me krimin organizuar mban pushtetin. Të gjitha këto, dhe këtu është një meritë e SPAK-ut, edhe medias, kanë dalë. Dhe qytetarët shqiptarë shikojnë në mes të ditës. Tani këto nuk janë supozime. Njerëzit shikojnë se si po degradon Shqipëria dita ditës. Edhe megjithatë ka mënyrën zoti Rama që të marrë votën e shqiptarëve. Kanë përgjegjësi qytetarët shqiptarë. Tani me që je e lidhur pa historisë duhet të dish që kur vinë votimet zgjedhjet, është një punë
si që futemi në Koimbra kur e pagëzoni njeriu dhe lanë nga mëkate. Po, po. Zoti Rama para pak se një viti i dhanë 83 mandate qytetarëve shqiptarë. E qartë. Pra e Dhe nuk është në demokracinë kanë frikë, do më vë gjob, do më bëj presion, do më dje nga puna, nuk janë justifikime. Qartë. Demokracia është për njerëz të lirë. Dhe duhet vendosim të bëhemi njerëz të lirë. Është shumë vështirë për një ndërkombëtar të vejë edhe të zgjidh hallën e shqiptarëve. Se kë do kenë shqiptarët kryeministër, shkallë shqiptarëve. Ne duhet të afaturojmë ndërkombëtarëve, nuk do. Po. Çdo zyrtar i BE-s Amerikës është i detyruar të flasë me kryeministrin. Kryeministrin që zgjodh shqiptarët është Edi Rama. Është kaq është nuk alternativë, është zoti Berisha në moshë të madhe, PD-ja nuk është një parti demokratike, ishte gjitha ato partitë vogla alternativë. Pra, populli shqiptar do këtë që po vuan. Dhe nuk mund të vinë suedezët, grekët, francezët që të zgjidhin të çështje. Është çështje që duhet ta zgjidhin dhe shqiptarët. Pyetjen e fundit do ta bëj nëpërmjet një komenti, sepse fillova me antikitetin grek dhe dua ta mbyll me antikitetin grek, sepse mendoj që aty janë thënë gjitha dhe nuk ka asgjë të re në ndjell. Diogjeni Sinopit ose ciniku i parë ka thënë një shprehje në cilën thekson që skllavëria kthehet në art kur vendosin të shërbejnë vetëm një padroni. A të duket sikur Shqipëria sot nga imponimi i pushtetit që ka Rama është kthyer pikërisht në këtë lloj sklave që ka vendosur të shërbejë vetëm këtij padroni në kundërt të interesave të saj? Mund të jetë nga ana siç po shikojmë është ashtu që thua siç e përshkruan. Po nga ana tjetër shqiptar nuk duhet njeri të nënvlerësoj. Dhe Rama kemi vajtur te faza që po nënvlerëson shqiptarët. Shqiptarët kanë durim, janë njerëz të vuajtur. Janë atë dashës, duan vendin e tyre. Po janë lodhur nga kjo, nga gjithë këto 35, nga 50 vjet, 45 vjet e komunizmit, dhe 35 vitet e fundit, janë lodhur nga mënyra se si funksionon politika dhe kanë zgjedhur për mua alternativën më të keqe, të ikin. Po të vendosin të kthehen ata njerëz të merren konkretisht, zoti Rama asor nuk mund të arrijë. Dhe sa kur flet me këtë përçmim për popullin, në vlerëson ka shumë shqiptarët se janë pa ata të njëjtë njerëz që do takonin në rrugët e Brukselit, të cilët janë në Koqir, me punët e tyre, në universitetet më të mira, në Amerikë, në Greqi, në Brukselit, gjithandej. Po ai popull atje ka për deputet ushtarët e Ramës. Kjo është problemi, kjo është kontradiktor. Këta njerëz që po shkëlqejnë universitetet e botës, që po bëjnë biznes, jetojnë në demokraci, përjetojnë demokracinë, gjithë këta do marrin atë përvojë dhe do shëllin një ditë në Shqipëri. Dhe përçmimi këtyre njerëzve është, domethënë, është pika kyçe që do shkatërrojë të gjitha pushtetet bien nga brenda. Besoj se erdhi ora që kjo të ndodhe në Shqipëri. Qartë. Beleri, para se të bëjmë një pauzë, pastaj të kalojmë te pyetjet e Flogertit, Flogert Muçës, një kuriozitet të vogël, sipas jush, po flasim me ju këtu se do t'i jap rëndësinë e dur kësaj salle të Parlamentit Evropian, sipas jush, aktualisht që po flasim, në këtë fazë, po themi të dytë që ka hyrë Spaku me zgjedhjen e drejtorit të ri, e kryetarit të ri të saj, me zotin Brau, ndërkohë që ishte Dumani deri para pak kohësh. Si mund ma përshkruani, sot Spakun ka ndryshuar, është më në gjumë, ka filluar të floj, nuk është më Spaku që ishte deri dje, mbaroi deri te arrestimi i Veliajt dhe pasaj te akuzat ndaj Ballukut, dhe me ardhen e kryetarit të ri kemi një Spak tjetër, më të qetë, më të butë, apo është e njëjta atmosferë dhe ne nuk kuptojmë gjë. Dhe për ta ilustruar këtë, sipas jush, kush e kontrollon sot Spakun? Nuk po flas për gjykatat, se patjetër dhe ato janë brenda influencës, po Spakun e kontrollojnë amerikanët, e kontrollon zoti Rama, apo fuqit tjera që ne nuk i dim, apo Bashkimi Evropian, vendet Bashkimit Evropian. Cili është mendimi juaj? Dhe për ta mbyllur të pjesën e drejtësisë. Gjyqësori në Shqipëri kontrollon nëpërmjet vetingut. Vetingun kush e bëri? Njerëzit e emëruar nga qeveria. Informacionet e infot në veting kush i çonte? Institucionet shtetërore. Kjo është si ka lindur, këtu jemi dakord. Nëpërmjet vetingut, qeveria shqiptare, i plot fuqishme ai që komandon jetën politike shqiptare 13 vjet e fundit, komandon Spak. As amerikanët, as BE-ja, dhe
sipas mendimeve të veta dhe interesave politike, mundoj ta menaxhoj. Unë besoj, ai që komandonte SPAK-un në çështjen time, komandon dhe sot. Në çështjen kur ishit ju, Kur ishim është i njëjti, pra ju thoni është Rama. Rama. Atëre, mund të kot E thotë Rama, e thoshte para 3 muajsh dhe Rama, që që drejtsinë e kam bërë unë. e kam bërë unë, po nuk e komandoj unë, thoshte. Mënyra që ka Është retorik, thoni ju, nuk thot vërtetën. vetingu, ka prokuror dhe gjykatës që kanë kap me shkele dhe janë në sistem, dhe ka gjyqtar të nderuar me më pak probleme që janë jashtë sistemit. Kjo është Cili është dilli ose marrëveshja e fshet që ne nuk e dim, që s'na i thonë që ka bërë Rama me SPAK-un. Këput këtë duash vetëm mua jo? Për ta thënë në mënyrë vulgare. A mund ta themi këtë apo jo? Pra këput këtë duash dhe nga krahu im, vetëm mua mos e prek. unë besoj që SPAK-u ka besueshmëritë dhe me përcendajet e fundit që kam ndjekur rreth 70% të qytetarëve shqiptar, SPAK-un e quajnë sikur është një institucion i cili duhet të kenë besim, kanë besim. Heroi i fëmijëve tanë. Heroi fëmijëve tanë. Si ka mundësi të njëjtën njerëz votojnë po në kaq përqindje edhe kundërshtarin më të madh të SPAK-ut. Kjo është kontradiktë e papar. Të njëjtën reformë në drejtësi bëri dhe Serbia. Në janar, Serbia kaloi disa ligje, ndryshoi formën e emërimit të Këshillit Lart Prokurorisë dhe Këshillit Lart Gjyqësor, dhe transferimet. Nga janari deri më sot janë mbyllur disa prej dosjeve më të rëndësishme të korrupsionit në Serbi, që dyshohet për lidhje të afërta me presidentin Aleksandar Vučić. Dosjet në politik, krimi organizuar, drogë dhe shumë çështje të këtilla. Ka reaguar Bashkimi Evropian. Reagoi komisionera për zgjerim Marta Kos. Hoqi fondin për Serbinë që është 1.6 miliard euro, plani i rritjes. Komisioni Venecia tha që të gjitha ligjet që ka bërë Serbia janë prapa kthim në reformën në drejtësi. Vučić përdori të njëjtën shprehje që përdori dhe kryeministri Edi Rama dhe zoti Ulsi Manja dhe ata që kanë kryer reformën në drejtësi. Do ta bëjmë drejtësinë tha më efikase për qytetarët. Dhe na duhen të bëjmë disa ndryshime dhe kemi ngritur një komision që është komisioni Xhafaj. Tani bëra gjithë të hyrje për qytetarët që ta dinë se ka një lloj, le të themi, ngjashmërie deri në këtë çast. Serbia i bëri ndryshimet, ne nuk i kemi bërë ndryshimet, por themi që do t'i bëjmë. Në këtë kuadër, pse shqetësohet Evropa për Shqipërinë, kur dihet, le të themi, që SPAK-un me anë të vetingut e ka kontrolluar Rama, kush shkon, kush del, dhe gjykatën e posaçme gjithashtu. Por në Serbi në krahun tjetër, edhe pse e bëri reformën Vučići, sa po tentoj që të ndryshonte diçka me transferime prokurorësh dhe gjyqtarësh, i hoqën gjitha fondet, futën Komisionin e Venecias në punë, kritikat janë më të jashtëzakonshme etj etj. Çfarë tregon kjo për nivelin ton të demokracisë në Shqipëri përballë Serbisë, dhe çfarë tregon kjo për reformën drejtësie? Ka bërë Rama dhe e ka kapur, apo e bëri Rama dhe dikush tjetër tashmë i thotë që fijet nuk mund t'i lëvizësh vetëm ti? Rosh se për pyetjen shumë të shkurtër që më bëre u pëlqeva shumë. Po bëre mirë që sqarove se njerëz nuk i dinë këto. Bëre shumë mirë. Duhet të dini që nuk ishim i vetmi vend komunist në vitet 45-90, ishin dhe shtetet tjera. Implementimi më i keq i komunizmit u bën në Shqipëri. Duhet të dinim që kemi këtë privilegj. Nuk është problem vetëm sistemi, po është dhe mënyra se si reagojnë qytetarët. Vučić dha një përgjigje shumë serioze, duke nxjerrë në një media prestigjioze të Evropës dosjen e zonjës Kos që ka qenë agent e UDB-s. Pra nuk ka shtetet, kanë vegla dhe fuqi jo të barabartë. Se si dhe interesat e Serbisë janë më të gjera. Serbia mund ta ketë seriozisht që mund të jetojë dhe jashtë BE-s. Po pra, po, a e vetë do zonja Kos futet apo jo Serbia në BE, sepse mund ta nxjerrësh agjentet UDB-s. Po unë besoj se vendimi është i përbashkët, nuk është i vetëm i asaj. Ajo po raportin, po pastaj shansi ka. Zoti Vučić është një autokrat, edhe zoti Rama është një autokrat, secili ka fuqinë e vet, nuk janë mund të duken se janë dy gjëra të ngjashme, morën një iniciativë të përbashkët, që ishte hap mbrapa për integrimin, duke kërkuar të hynë me kushte jo të barabarta, me pa veto, që ishte një minë, si mund të presësh këmbët e karikës që do të ulesh. Pra e kupton që zoti Rama hallin kryesor ka vetën e vet. Faleminderit Marsit dhe
edhe Sebastian që i dha fund dhe këta pjesës ka lidhje me drejtësinë. Tani, pas kalojmë me zotin Beleri në një pjesë të tretë të emisionit, ku do jetë më shumë Flogert Muça që do bëj pyetje ti lidhur me politikën e brendshme në Tiranë dhe në Afin, por sigurisht Flogert do e nisi me marrëveshjen e kaq përfolur të fundit fare të gazit lëngshëm. Zoti Beleri, ta kuptojmë çfarë është kjo histori, se ofro për 6 miliardë, por ne nuk e marrim vesh mirë. Duhet dim se nuk ka ndonjë transparencë të madhe në dokumenta. Bëjmë një xhiro të vogël Ledion e kam mbrapa si gjithmonë. Bëjmë një xhiro të vogël dhe rikthehemi sërish në këtë emision nga Brukseli live, zonja Zotrinj. Jepi Ledio. Arrimi mbrëma të gjithëve, ja ku rikthehemi në live nga një studio këtu në Parlamentin Evropian në Bruksel. Falenderoj zotin Beleri që vazhdon të jetë me ne në emision. Kemi ardhur këtu, jo përsëris për gjithë ju që mbrini tani dhe nuk e keni dëgjuar. Zonë e lirë më në fund me këtë emision që bëri, duhet thënë është emisioni i parë në Shqipëri që dominon një studio ose futet në një studio të Brukselit, të Parlamentit Evropian, do të thotë zonë e lirë ka hyrë në BE, Shqipërinë nuk e din akoma a do ndodhi apo jo. Jam në studio me Fredi Belerin, eurodeputet grek shtetas shqiptar, gjysmë e tij të jetës Shqipëri dhe gjysmë në Greqi, Marsit Gupi, avokat penalist dhe pedagog të Marin Barleti, Sebastian Zonja, gazetar plus në MSNTV, Flogert Muça, gazetar, ekspert komunikimi dhe Lexo.al. Të tre janë miqtë e mi dhe miqtë e emisionit, të thuash njerëz të medias, të cilët ndihmojnë patjetër për të kuptuar aktualitetin. Zoti Muça, ky është momenti jot. Le ta fillojmë nga gazi i lëngshëm. Jo, Sa pëlqen kjo gazi i lëngshëm. Zoti Beleri, ju jeni politikan në 3 rrafshe. Jeni politikan në Shqipëri, politikan në Greqi dhe politikan në Bruksel, në Bashkimin Evropian. Dhe ju keni qenë kandidat në Himar, Vlora është afër, dhe nisur nga Vlora afër Himarës, por edhe nga takimet e Ramës me ambasadoren e SBA-ve në Greqi, por pastaj edhe në Shqipëri, pastaj sërish në Greqi, pastaj sërish në Shqipëri, unë do të lexoj çfarë ka thënë Rama dhe sa pak informacion kemi, për të na thënë mandej sa mund dini ju më shumë për këtë marrëveshjen e famshme 6 miliardëshe 20 vjeçare që Shqipëria do të furnizohet me gazin e lëngshëm amerikan për një periudhë 20 vjeçare dhe përmes hecit të Vlorës do të prodhojë energji elektrike duke krijuar një bazë të qëndrueshme për portofolin e diversifikuar suverenitetit energjetik. Pra, Vlora do të kthehet kësaj në një nyje të rëndësishme për shfrytëzimin qoftë dhe për eksportin e gazit përmes tapit e tjera me radhë. Pra, si e shihni këtë marrëveshje të Shqipërisë që është ndër më të mëdha të mundshme në letra, 6 miliard, dhe sa ka ndikuar sipas informacionit që keni ju, ambasadorja e SBA-ve në arritjen e kësaj marrëveshje. Edhe sa e arritshme është si marrëveshje, se ndoshta s'tash më kryesore. Kur isha në Burg dhe shikoja shumë televizor, pash edhe një intervistë të zotit Rama se si qa do bënte parat nga nafta Shpiragu. Me Shellin. Me Shellin. Kishte bërë një intervistë me zonjën Balluku në krah dhe u shkjaronte qytetarëve shqiptar se çdo bënte parat që do fitonim nga nafta Shpiragu. Besoj se është një gjë po kaq e ngjashme. Janë marrëveshje shumë të mëdha që më elementaria duhet të ishin transparente. Duhet të dinin të paktën kryetarët e opozitës, kryetarët e partive të tjera në Shqipëri, qoftë edhe në mënyrë jo publik, duhet të njoftonte presidentin edhe kryetarët e partive për një marrëveshje kaq të madhe të ketë transparencë. Ata kanë heshtur ndërkohë. Edhe opozita. Ata kanë heshtur se kanë frikë Amerika. Në Shqipëri, një nga të këqet më të mëdha thonë njerëzit dhe politikanë dhe njerëzit që thjesht mendojnë se Amerika zgjohet edhe flë, se çapo ndodhen atë pikë të rruzullit. Dhe nuk mbrojnë interesat e shtetit vetë, nuk bëjnë politikë reale me qytetarët, por rinë e flën në një karike dhe do na bëjmë me Amerika kryeministër, si thoshte Lut Basha, dhe presin në karikën e tyre. Gjirat po ecin. Po thoni që kjo marrëveshje është një fluskë e madhe? Kjo marrëveshje... Po do rikthyer te marrëveshja duhet marrëveshja për... Nuk do arrihet kurrë se... Ja ta dëgjojmë? Jo të gjitha marrëveshjet arrihen, sepse si që thash, gjërat se si lëvizin teknologjia, gazi lëngshëm sot, që kemi këtë konflikt me Rusin,
mund të kenë një zgjidhje dhe korridori vertikal për të arritur gazi i lëngshëm amerikan me anije që do të transportoj kompania greke nga Amerika në Greki ose në Vlorë dhe nga Vlora të vijë në Ukrainë. Sot që flasim, momenti geopolitik dhe strategjik e bën një biznes të fuqishëm edhe një biznes të qëndrueshëm. Në qoftë se bën paqe Ukraina me Rusinë, në qoftë se Rusia Se është e nevojshme. atëherë mund të bjerë interesi edhe i Amerikanëve për këtë. Pra do rifillojmë prapë të marrim naftë dhe gaz nga Rusia, s'kemi pse të Do marrim marrim nga më të Amerika. lirën. Më të lirën, po. Se Nuk e di unë nga do e marrim. Nuk kanë si më të lirën. Pyetja është kjo, zoti Beleri, pse SBA-t e bën këtë marrëveshje me Tiranën dhe nuk e bën me Athinën? Jo, Se u desh Po me Athinën kanë marrëveshje. të ngjashme? Gjashme, po sigurisht në Aleksandropolin në Ajo është shumë më hershme, por nuk është e re. E re është. E re është dhe ajo. e para 2 muajve, po. Para 2-3 Ah, muajsh. okay. Pra jemi në një linje. Jemi në një Duhet ja Floketi ndoshta të ishte pse u shtua dhe Tirana në këtë histori pra. Pra ishte Washington Athinë, pse dështoi edhe Tirana në këtë marrëveshje? Se kuptova Fredi. Tirana duhet të për Na thuaj të vërtetën, se unë e di që ti nuk do të flasë, ju nuk dojnë të flisni në emër të qeverisë greke, se jeni eurodeputet. Sigurisht që nuk duhet. Por gjithsesi mundohet të na thoni aq sa më shumë dini juve. Sa mund të Unë thuhet. dua të them që duhet të jemi qartë. Që qëndrimi i Bashkimit Evropian, i perëndimit në luftën në Rusi-Ukrainë, është qëndrimi i dur. Dhe Rusia duhet të ndeshkohet për mënyrën se si ndërhyn në mënyrë brutale në një shtet tjetër. Qartë. Sepse prisha rregullat e lojës. Tu jemi politikisht korrekt. Tani, po. Rusia nuk është një shtet që mund ta përfillësh. Ka setet e veta dhe ka dhe fuqitë e veta. Që në kuadër të politikës për të dëshkuar Rusinë, të dënojmë gjithë Evropën, që të paguaj kosto të madhe për kosto të madhe energjetike, nuk e di se sa funksionale do jetë. Qartë. Se popujt që në fund paguajnë llogarin, E provoi Orbani iku. popujt që në fund paguajnë llogarin, do kërkojnë zgjidhje më të lira. Normal. Sot që po flasim është një marrëveshje e cila e fut Shqipërinë në kuadrin e geopolitikës së madhe, bashkë me Greqinë, në qoftë se do ishte një marrëveshje e lehtë, ishte firmosur para 3 muajsh, e njëjta kompani greke, e njëjta kompani amerikane, për të bërë nga Aleksandropoli. Me sa duket nuk avancojnë mirë, ato bizetime nuk po shkojnë mirë dhe kërkojnë amerikanët si partneri më i madh, se në gjitha partneritet, i madhi i bën rregullat e lojës. Kërkoi dhe një mbështetje tjetër e gjeti hapur nga zoti Rama, me sa duket zoti Rama kur dëgjon diçka nga Amerika, Bëri mirë Rama sipas teje? Sipas për veten e vet sigurisht, po nuk e di. Për Shqipërinë po them. Për Shqipërinë do duket. Nuk jeni i bindur domosdoshmë. Do duket. Do duket. Do duket. Okej. Për të kthyer pak tani vazhdo në pyetje tjetër, bravo. Flokert. Për të kthyer pak tani te ai me xhelisi ynë politik atje, se ju jeni, siç e thash, politikan edhe këtu sigurisht shumë i rëndësishëm, por jeni nuk besoj se ju ndahet mendja nga ajo që keni humbur në Himar, pra në Shqipëri. Pyetja është, sot që flasim, Fredi Beleri, eurodeputet, si ka marrëdhëniet me Tiranën zyrtare? Ose a ka marrëdhënie? Keni rilidhur marrëdhënie me Tiranën zyrtare, me institucionet, me kryeministrin, me kuvendin, me Edi Ramën, e thënë ndryshe, por thjesht po i Jo, shtrini. me zotin Rama nuk kam asnjë marrëdhënie, nuk e kam takuar kur, as më ka takuar. Me Tiranën zyrtare, me institucionet e shtetit shqiptar, në kuadër të Komisionit Parlamentar që jam, kam marrëdhënie që duhet të kem dhe me sa mundësit që kam ndihmoj. Në BE nuk jam nuk jam politikan kaq i rëndësishëm se sa thoni se jam një nga 720 eurodeputet. S'ka rëndësi. Pra duhet të dini që Ndërkohë 720, por Europa ka 305 milion banorë. 300 milion, po. Që të marrë një vendim parlamentar evropian, duhet të vësh në tavolinë dhe të përmbledhë shumë interese, shumë shtetesh, shumë grupimeve politike. Duhet të dini që çdo eurodeputet mund të ndihmoj ose të ndikoj kaq sa i lejojnë situata dhe realiteti, që të jemi të qartë. Kurse se ka shumë bashkëfaqarët e mi
shqiptar, patriot, grek, thonë që po nuk bëri gjë, nuk ndihmoi gjë, politika nuk është ka që thjesht që mundet një deputet të ndikoj se sa mendojnë qytetarët shqiptar. Mirë, po marrëdhëniet brenda mazhorancës, pra kryengritjen thonjza të Spiropalit, apo marrëdhënien brenda opozitës, kryengritjen e Ervin Saljanit, apo marrëdhënien edhe politike mazhorancë opozitë, tensionin mes tyre, protestat, të gjitha këto, se ne i shohim nga Tirana dhe i komentojmë nga Tirana, por si ndihen dhe si perceptohen këtu në Bruksel, mund të na thoni? Unë besoj që në Bruksel, edhe pse ambasadat e huaja në Tiranë, ndonjëherë bëjnë fjalë për protestat e dhunshme, besoj se nuk merren njëri, sepse në të gjitha qytetet e Bashkimit Evropian, të gjitha protestat janë më të dhunshme se ato që bëjnë në Tiranë. Në të gjitha. Dhe janë më të dhunshme dhe më masive. Pra nuk ka njëri problem me protestat. Përveç kastës mediatike dhe qeveritare në Shqipëri. Edhe brenda opozit, edhe zërat i janë në opozit, edhe zërat në qeveri, që dalin kundra pushtetit, unë besoj se ndihmojnë demokracinë dhe janë të mirëpritura. Po duhet të janë konkrete. Janë zëra për të bërë pazar, apo e kanë me të vërtet? Pra për dy raste që unë thash. Bërtasin për të ullur në tavolin me kushte më të mira, apo e kanë seriozisht, duan të marrin kryesit e partive të tyre. Kjo ngellet për të parë. Unë nuk jam parë kaj të vendosur. A zonjë Spiropali, a zonjë Tisa Ligani. I qartë, kam një pyetje dhe në fakt jam shumë kurios për këtë. Çfarë duhet ndodh Fredi Beleri që ju të shkrini çdo akull me Edi Ramën? Po çdo akull ama. Dua të them që nga ana njerëzore nuk kam ndonjë problem. Nga ana politike nuk besoj se nuk ka asnjë shans të bashkunoj për asnjë gjë. Ju jeni në linjë për Europën. Pse thua? Nuk ban fjalën. E para punë nuk është politikani që nuk ban fjalën. E dyta është politikani që ka bërë të keqe të madhe në Shqipëri. E keqe më madhe është që ka risjell frikën e diktaturës. Dhe kjo është një gjë që nuk ja kishin bërë shqiptarët. Për këtë unë nuk kam për t'i folur kur, as të bashkëpunoj, dhe aje duket është e qartë që nuk do asnjë bashkëpunim. Po e them në mënyrë kategorike që nuk kam për të bashkëpunuar kur me atë njëri. Marrëdhëniet duke takuar qytetarë shqiptar tani në Shqipëri dhe të kenë frikë si në vitet e 10-15, se mos i shikon patronazhisti, këtë ka rikthyer Edi Rama dhe ka bërë në mënyrë edhe të studiuar, edhe në mënyrë strategjike, nuk diçka që ndodhi, e ka bërë nga fillimi në fund. Dhe është një keqje e madhe. Marrëdhëniet Shqipëri-Greqi, Rama Mitsotakis. Kemi pari takim para pak javësh, dhe ajo që ishte më interesante ishte... Para pak ditësh mo? Para pak ditësh, po. Ishte mungesa totale e protokollit nga ana e kryeministrit Rama. Pra, si e lexoni gjuhën e trupit, veshjen jashtë çdo protokollit të kryeministrit Rama, në zyrën e kryeministrit grek, i cili nga ana tjetër ishte shumë protokollar dhe shumë zyrtar. Pra, si e shihni në rrafshin e marrëdhënies Shqipëri-Greqi, jo në marrëdhënien e zotit Rama me zotin Mitsotakis, që mund të jenë miq edhe kështu deklarohen pak. Nuk është era parë që zoti Rama del jashtë kuadratit protokollar në takimet e veta. Sigurisht që zoti Rama deklaron mik i zotit Mitsotaki dhe Mitsotaki i thotë që kemi marrëdhënie të mira. Unë nga informacionet që kam nuk ishte një takim i mirë. Zoti Rama duke menaxhuar median në Shqipëri, nuk ishte një takim i mirë. Nuk ishte. Okej. Sepse nuk do ketë gjë konkrete. Ju imagjinoni që gjithë këto gjëra që ndajnë dy shtetet do zgjidhen brenda 6 muajve. Marrëdhënia dy palë që 13 vite e fundit që Shqipërinë, që qeverinë shqiptare e komandon zoti Rama, kanë qenë marrëdhënie më të keqija me dy shteteve. Duhet të mbani mend që ditën që u zgjodh zoti Rama, deri atëre politika jashtme shqiptare kishte dy partnerë strategjik, Italinë, varë të parë, dhe Greqinë. Zoti Rama bëri dhe një partner tjetër strategjik, Turqinë. Ishte një vendim i tij pa konsultuar as me partinë e vet,
as me qytetarët shqiptar. Është më i hershëm besoj apo jo Sebastian? Jo. Maradona. Rama e futi për e parë. Ishte kryeministri i parë shqiptar, pas viteve 90 që deklaroi Në Greqi. Që Turqia është partneri im kryesor. është partneri strategjik. Pa bëri një zgjidhje. Edhe ndoshta nuk e ka keq më sepse në fund fundit u bashkua me një vend i cili ushtarakisht shumë i fuqishëm me një Rama shkon për herë pas më të fortëve. Pas më të fortit. Beleria, mund të themi ti gjë? Pra, a mund të themi që në këtë rast ai ka menduar për vendin e tij Rama dhe ka thënë, "Ora, një sekond. Greqinë vërtet e kam komshi, por Italinë dakord, por në fundit, në një rast lufte e zëm, vetëm Erdogani mund të më ndihmojë se ai është Qa luftë me këtë bëj luftë? Jo, në qoftë se për shembull një ditë Shqipëria do ishte në një pozicion do kishte nevojë për ndihmë. Kush do e ndihmonte? Ju e dini tani, le të themi gjëra siç janë. Tani të mos bëhemi hipokrit. Në Shqipëri ekziston një mentalitet që fqinjit që kemi ne në veri nuk e kemi direkt, po është Serbia. Këtë është Greqia, nuk shifen me sy të mirë. Ka një pjesë të njerëzve në Shqipëri që po t'i shohën nxjerrin vrerë. Më kupton? Nxjerrin vrerë. Prit një sekond. Turqia që ka qenë 500 vjet, që e ka turqizuar Shqipërinë, nuk ka në Shqipëri një ndjesi anti-turke. Tek tuk mund të shohësh ndonjë gjë, po i duan, thonë janë vëllezërit tanë. Tani ky është realiteti, ajo perceptimi, ne nuk kemi sondazhe. Perceptimi që shohim në rrjet. Më në këtë kuptim, pra në këtë, po ta futim në këtë kontekst. A mund të bënte diçka tjetër, Fredi? Kryeministri? Pavarësisht të mos lidhje me Turqinë, pra cila ishte zgjedhja tjetër e tij? Ndërkohë që është njëri që kërkon vota, do të marrë vota. E para punës është shumë... Më falë, se ndoshta u zgjata shumë. Kjo ishte. Në fund të pyetjes tuaj, tha të vërtetën. Cila ishte? Dhe e vërteta është që zoti Rama nuk ka ndonjë ankth as për Italinë, as për Greqinë, as për Turqinë. Shikon veten e vet. Patjetër. Nëse ka në Shqipëri votues, të cilët e shikojnë me syrin që ju thatë Turqinë, është normale që dhe ai të vej, po të gjitha vendimet politike në fund futen në një peshore, qa humbet edhe qa fiton. Dakor. Kemi ardhur ai moment, mund ta bëjmë bilancin, jo. Nuk do presim akoma. Është normale që Shqipëria duhet të ketë marrëdhënie të mira me Turqinë. Jam njëri i fundit që do thoshë që sepse normal dhe Greqia duhet të ketë marrëdhënie mira me Turqinë, se ka qenë. Po pra, ne nuk kemi kundër kësaj. Po partner strategjik. Alternateti strategjik me një shtet i cili nuk ka lidhje me demokracinë. Në intervistën e fundit të zotit Papaqellas me Ramën e pat pyetjen e parë. Të kathemirinis apo jo? Po. Që i tha sa kryeministra keni njohur në gjatë mandateve tuaja, sa kryeminista grek, tha ai shumë, tha 5-6 apo 4-5, ku diu sa tha. 5-6. Po president turq tha sa keni ashtu? 1. Ky ngeli tha 1 është as ka tjetër. Ajo thoshte shumë. Shqipëria... Se është mode autokratëve pra, Fredi, tani, më falë se nuk duhet të bëjë emision, po le ta relaksojmë pak. Në këtë moment, dhe mode janë autokratët. Nuk janë njerëzit cilët janë të detyruar të ruajnë balancën e pushteteve. Nuk është as Macroni që ka 16% pushteti, as Merci, as ky tjetri anglis. Po të shohësh sondazhet e këtyre janë kundër Qameti. Në këtë moment, në mod, dhe me sa duket, dhe kjo është fenomen që duhet thuaj, janë autokratët, është Erdogani, është Putini, është Vučići, këtu në Ballkan është Rama, ku diun ishte Orbani, s'është më, okej, dakord. Pra se thuash janë këta në mod. Atëre, si të sillim përballë kësaj rrymë të re? A duhet vetëm ta kritikojmë apo mos ndoshta duhet të themi jo një sekond? Mos thoshta kjo është tendenca, drejt kësaj duhet të shkojmë. Është bezet e madhe që bëhet në Evropë. Kjo është një dileme bashkëndërkohore, po pra. Po dy privilegjet e Evropës janë demokracia edhe forca ekonomike. Funksionimi i demokracisë në Evropë duhet të ishte modeli për qytetarët shqiptarë, për popullin shqiptar, për politikën shqiptare, sepse autokracinë dhe një parti në pushtet 45 vjet e kemi përjetuar. Qartë. Dhe nuk ishte, besoj, një përvojë e mirë. Ka rikur nga Shqipëria 2 milion njerëz bredhin në rrugët e Evropës, fal autokracisë dhe një parti në pushtet. Ky po rikthen. Besoj do bëjmë dëm më të madh akoma. Ti thua do jetë dëm më i madh. Sigurisht. Bukur. Mund të kthehem me 2 të shkurtra dhe ta mbyll. Për ta mbyllur, po. Për shkak të asaj që ju bën, juve ju ndodhi ju zoti Beleri, Shqipëria dhe Greqia patën një moment tensioni. Tani ju vazhduat politikisht rrugën që e dim tani më dhe Tirana dhe Athina kanë marrëdhënien që kanë. Sa keni ndikuar ju dhe a keni ndikuar ju që këto tensione që
u fryn për shkakun tuaj, situatës e jo tuajnë personal, ti relaksoni, pra gjuha juaj sigurisht është konstruktive, ne e kemi ndjekur, jeni pro Shqipërisë në Bashkimin Evropian, loboni, se thash, deri këtu okej, por në kanale informale, pra, për të relaksuar marrëdhëniet Shqipëri-Greqi, si keni ndikuar? A keni ndikuar? Sigurisht i kam ndikuar. Unë besoj që marrëdhëniet me dy shteteve duhet të pasojnë marrëdhëniet që kanë dy shoqërit. Shoqëria shqiptare dhe shoqëria greke. Popujt, le të themi. Popujt. Popujt janë shumë më para politikës. Sigurisht që edhe problemet janë në tavolinë. I çdo shtet, të dyja shtetet duhet të vënë prioritetet e tyre dhe për të zgjidhur çështje serioze dhe në fund të lënë në plan të ditë çështje historike që i ndajnë. Politika nuk mbaron. Problemi është që edhe dëshira ime, edhe dëshira e zotit Mitsotakis, edhe dëshira e Ramos, është që çështjet duhet të avancojnë. Deri tani s'kan avancuar fare. Nuk besoj nga dita që unë kam qenë në burg, domethënë, se para çështjes time. Deri tani, në marrëdhënie dypalësh është bërë ndonjë hap konkret. Jo, ishte takimi më i mirë, në thonjë, nëse mund ta themi që është takimi më i mirë, ishte ky i tanishmi, pra që u duk me nota miqësore, me tone pozitive mes kryeministrave, por deri para pak ditësh gjithsesi. Deri para pak ditësh nuk ishte as kjo marrëdhënie e çtensionuar mes tyre. Është një sinjal që marrëdhëniet duhet të rregullohen. Është lajm i mirë. Është lajm i mirë. Besoni që brenda një viti do të zgjidhen çështje që nuk janë zgjidhur 35 vite të fundit. E kemi dëgjuar shumë këtë. E kemi dëgjuar shumë. Tani para donte të thoshte te qytetarët shqiptar zoti Rama. Unë jam kaq i zoti që mbaj marrëdhënie me Erdoganin, mbaj me Trumpin. Jam te bordi paqes. Jam te takimi, jam te takimi. Jam te takimi Sanchez që është kundër. Nga Sorosit e Trumpi, nga po patjetër. Kjo me sa duket i funksionon në Shqipëri. Kjo është magjia e tij, zotë Beleri. Kameleoni, po. Jo, kam pyetje të fundit që është personale për zotin Beleri për ta mbyllur këtë pjesën politike. A mendoni se jeni i përjashtuar nga sistemi politik në Shqipëri ju zoti Beleri? Se ky mandati i eurodeputetit mund të mbarojë nesër? Si është në mendjen tënde e ardhmja juaj politike? Është rikandidim për eurodeputet apo rikthim në shtëpi? Apo rikandidim për himar? Rikthim në shtëpi e thash. Atëre, unë dua të flas hapur se është emisioni i mikut tim Çani, dua të flas fare hapur. Qëllimi im të kandidoj si kretar i Bashkisë Himare ishte për të mbrojtur pronat e qytetarëve himariot grek dhe shqiptar, edhe për të sjell pjesën e atyre himariotëve që ndihen grek në plan të parë për të jetuar në mënyrë demokratike në vendin e të parëve të tyre. Zoti Rama, duke bërë patriotin dhe nga pjesa e opinionit publik, nga pjesa e madhe e opinionit publik shqiptar, e shiti sikur bërë një fitore doqi një grek nga Himara. Doqi një grek se të gjithë kryetarët e bashkive në Himar dhe deklarojnë grek, edhe ata të opozitës, edhe zoti Tavu. Pra, edhe Goro më herët. Edhe Goro, për një patriot ose nacionalist shqiptar, ku ishte fitimi real? Unë kisha fuqi për të mbrojtur tezat e mia, këto që u thash, si më të madhe sekretar bashkie në Himar, apo si eurodeputet. Pra, çështjen time me zoti Rama, nga kudo që ta shikosh, e ka humbur. Pra, në Himar, kryetarët e bashkive janë ata që identifikojnë grek. Kur thot ai që s'ka një grek, po ata shqiptarë pse votojnë grek? Nuk ka kandidat shqiptar të aftë. Se të dy janë grek në fakt. Pra, një nacionalist, një patriot shqiptar duhet të bënte këtë pyetje e thjeshtë. Mund të jenë kingmaker zoti Beleri, që bën diferencën, që duhet dhe kjo jo, pjesë ideal se kanë me grekët pra, jo. Kanë partitë politike. Janë partitë politike pra. Patjetër. Pra po të ishte Beleri me PS-n, do votonin po. Votuan dhe po PS-n. Jo, unë dua di destinacionin politik zotit Beleri, se atë e dim. Destinacioni juaj do vazhdoj të jetë Brukseli apo do jetë rikthimi në Himar? Zoti më që sot që flasim mund për 20 vjet nuk më të kandidoj në Himar. Për 20 vjet apo për 5 vjet? 20.
Po pse 20 të Fredi? Ka që është vendimi për vjedhje vot, është 20 vjet. Sinqerisht? Po, Ndërsa, ky Saliani për shembull tani se po i përmendë, ai ka 5 se ishte për gjë tjetër, për shpifje. Kallëzimi i re. Dakor, e kuptova. unë them që për 20 vjet nuk mund të kandidoj. Dua të jemi qartë. Unë besoj se në Strasburg do fitoj çështjen dhe do bjerë vendimi dhe do mund të kandidoj. Në qoftë se unë kandidoj Neymar dhe sjell tensionet që solla herën e parë, nuk do ishte një vendim i zgjuar. Pra duhet të rinë marrëdhëniet, secili të pozicionohet në vendin e vet, të kemi një Pra demokraci bë të rëndësishme marrëdhënies sa karriera Duhet një dhe restart, ambicia juaj thotë, politike. duhet një Duhet të restart. ketë marrëdhënie të sinqerta. Unë kam një njeri që mund të fitoj bashkinë e marë, po do ishte kaq e dëshkënduar, çështja siç ishte me kur kam qenë unë. E qartë. Unë nuk besoj se i vlen njeriu tas i mariotëve, qofshin ata të identitetit grek apo të shqiptar, as marrëdhënieve dipalshe, as geopolitike, do me thënë, kokforceja me për të kthyer në Neymar mund të bëj dëm. Në qoftë se çështjet janë normalizuar. Pra ja keni dorëzuar Ramës përfundimisht Himar. Jeni dorëzuar në këtë rast. Se ju thoni unë nuk kthehem edhe po fitova në Strasburg dhe ai që unë e kam që mund të fitoj nuk do e rikthej sepse mund të ngjalli tensione. Pra në këtë rast sikur po dorëzoni para Ramës. Derisa të kuptojnë qytetarët shqiptar që nuk është një çështje e marrë midis grekëve dhe shqiptarëve sepse bashkëtojnë në shekuj. Çështja është midis hajdutëve dhe vëndallinjve. Bravo. Kjo është faktikisht, tu ka drejt. Që është Pra është gjitha retorikë, jo. Retorikë. Greki poshtër, Këta që shikoni tani. popujt e kanë hequr me kokë. Jo vetëm popi më, dhe politikanë me një tjetër janë shumë mirë, por Ata janë më mirë se popujt. po është shet patriotizëm, më shet. Arian, po të shikosh njerëz në media që më shohin kësaj gjëje, në media dhe në politikë, janë njerëz të cilët kanë shtëpi në palas, duan të blejnë dhe janë afër Ramës. Po, pra. Do me thënë, janë njerëz që kanë interesa personale të cilat i veshin Qartë. me kostumin e nacionalistit, duke bërë dëm Shqipërisë. U thash, qytetarë shqiptar banor të Himarës që janë 70% kur dynë se janë. Kë kanë kryetar bashkie. Ka një shtetas me origjinë greke. Edhe ata, edhe kryetari, Edhe Goro edhe ka qenë i opozitari. tillë. Dhe janë edhe shtetas grek, kujdes, se nuk janë thjesht me origjinë. Duhet, problemi është, nuk është problemi do jetë grek apo shqiptar, do jetë njëri i bindur i sistemit, do jetë njeriu që do ndihmoj paketën e maleve, do ndihmoj vjedhjen e tokave. Apo do jetë njëri që do dojë një zhvillim të Himarës në kuadër për të bërë pjesë dhe vëndallit. Do me thënë gjyshit dhe stërgjyshit tanë që kanë ato toka, që i blen duke punuar në minierat e botës, nuk kanë asnjë vlerë. I forti Vlorës, i forti Shijakut, i forti Ilushës janë ata që duhet të kenë akses në ato prona. Të fortët e Pelenës. Ushtarët e Gramozuruçit do të zgjidhin, do me thënë ata do vinë të komandojnë në Himar për të marrë 2000 vota Rama. Unë mendoj që kjo është e fjala e fundit, për ta mbyllur. Nuk ja vlen të shtoj më shumë. Falenderojmë jashtë se 3 miqtë e mi njerë gazetar, pjesë e emisionit Zonë e Lirë prej Kortë, është Flogert Muça, Marsit Gupi dhe Sebastian Zonja. Falenderoj gjithashtu dhe eurodeputetin Fredi Beleri, i cili duhet thënë na ndihmoi dhe na mundsoi që emisioni Zonë e Lirë të transferoj sonte në studio profesionale, siç e shikoni këtu në Parlamentin Evropian në Bruksel. Faleminderit edhe një herë zoti Beleri, do takohemi sërish. Dhe nuk kemi haruar gjë për të thënë, po që s'kemi haruar, më thuaj se ke mundësi akoma. Që s'do të shtosh edhe një gjë të fundit për qetin tënd. Do të them një gjë të fundit. Jepi. Para sa mbyllun. Shqipëria humbi rastin e madh të zgjerimi i madh i BE-s 2004 nëse po merreshim me ato kutitë e lushnjës. Me kutitë e lushnjës. Po. Tani që po flasim është një moment i dytë që nuk duhet të humbasi, sepse po vinë në Evropë qeveri më radikale dhe qeveri më kontra zgjerimit. Pra, nuk duhet të jetë vetëm retorik integrimi Shqipërisë në BE, por duhet të jetë strategji. Dhe që të bëhet strategji duhet të marrë pjesë gjithë populli shqiptar dhe gjithë politika. Nuk mund të jetë çështja e një njeriu. Është e qartë. Miq, po ju lë bashkë ndahemi këtu. Ne do vazhdojmë tani, do shëtisim dhe do vizitojmë pak ambientet e Parlamentit Evropian për qefin ton, së bashku me zotin Beleri, me asistentët. A mund të falenderojmë dhe asistentët tu që na ndihmuan shumë?
Falenderoj Elenin një herë që është Eleni që është asistentja e Zotit Beleri, një nga asistentja e Zotit Beleri, sigurisht kryesorja, edhe asistentët e tjerë të cilët punojnë me Zotin Beleri që na mundsuan të hyjmë në këto ambiente, se ju e dini, për të hyrë Parlamentin Evropian duhet kalosh në disa porta që do të thotë është njësoj sikur të kalon në aeroportin. Do të kontrollohesh, duhet të marrësh baxhe etj. Falenderoj Ashmase, Ledion që është si gjithmonë prej 23 vitesh, gjithmonë mbi kokat tona, ne nuk e shohim, pa ai na shef gjithmonë. Ledio i cili është mbrapa këtij ekrani që na shikoni ju, dhe falenderojmë gjithashtu dhe asistentët sonte të Ledios që janë në krah të tij që nuk janë shqiptar, po janë Emili quhet vajza. Emili dhe nuk e di si quhet zotëria tjetër, edhe Marko. Clark. Klara dhe Emilia. Falenderojmë Ashmase, po ju lëm këtu, bashkëtakohemi emisionin e radhës, deri atëherë ju e dini, ruani veten toksor, shikoni Samsonin edhe një herë, sepse ai na kujton her pas here se ku jetojnë, me çfarë vendi. Miru pafshim,